Këtu është horoskopi i e premte 31 tetor 2025 për ju. Edhe sot ja ku jemi me horoskopin e Fationit. Dashi. Lodhja e madhe, nuk keni fjetur shumë mirë mbrëm. E rëndësishme është të jetosh pa komplikime, të mos e privosh veten nga emocionet. Demi. Dashuria do të dukeje nënshtruar, duket se kohët e fundit ka pasur disa përplasje edhe në çifte afatgjat, duhet durim. Mund të mos ndjeni më dëshirën për të realizuar disa projekte apo një punë. Binjaket. Situata pozitive në tregti. Lajme për beqarët. Gaforja. Ju do të duhet të lidhni një marrëveshje ose të rishikoni një kontratë për një vendim shumë të rëndësishëm. Në dashuri nga ajo që vjen çfarë? Luani. Përfitoni nga kjo ditë. Efekt i këndshëm në bashkëpunime dhe shoqata, por edhe në martesa dhe bashkëjetesa. Ju jeni bërë më të vendosur për ca kohë tani, por kjo është përfundimisht e mirë për të gjithë. Virgjeresha. Energji e mirë e dispozicion i shkëlqyeshëm emocional. Fatmirësisht nëse keni kontakte me vendet e huaja. Peshorja. Dita fillon me një farë hutimi, duhet të përpiqeni të zgjidhni një problem të vogël personal. Në dashuri po merreni me ata që nuk ju tregojnë gjën e duhur. Akrepi. Dashuria mund të bëhet përsëri bindëse, por, mbi të gjitha, nëse çifti është oksiduar për disa kohë, ne duhet të planifikojmë diçka argëtuese. Shumë ide të mira, largime të mira që ndodhin në këtë periudhë. Shigjetari. Studentët e preferuar dhe të gjithë njerëzit që duhet të përballen me teste. Dashuria mund të jetë protagoniste dhe ju vetë jeni më pak të dyshimt se në të kaluarën. Bricjapi. Filloni këtë ditë me zgjidhje të shkëlqyera dhe perspektiva interesante të gjitha llojeve për të ardhmen. Kontaktet, udhëtimet dhe nismat e preferuara. Fitime të mundshme shtesë. Dashuri ok. Ujori. Ju keni një dëshirë të madhe për të sqaruar, por mund të shkelni në këmbët e atyre që kanë shkelur prej kohësh tuaja. Një ditë në të cilën edhe çifte prej kohësh mund të kenë disa mosmarrëveshje të vogla. Peshqit. Ju po përballeni me një provë, tani e keni kuptuar që ankesat të caktuara në lidhje me të kaluarën ishin të parëndësishme. Puna kërkon vëmendje dhe duhet të ecësh përpara. Agitacion që përfshin veçanërisht ata që nuk janë të kënaqur në dashuri. Abonohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi së shpejti.